Mirëmëngjes të nderuar shikues, mirë se vini në Euronews Albania. Tre të arrestuarit për vrasjen e gjykatësit Astrid Kalaja do dalin sot para gjykatës për mas sigurie. Seanca do të mbahet në dhomën penale të gjykatës së Tiranës dhe do të jetë nën masa të forta sigurie. Vetë gjykata ka njoftuar se seanca do të zhvillohet me dyert të mbyllura dhe do të marrin pjesë vetëm palët e përfshira. Për të tre, drejtuesi i prokurorisë Tiranës, Aren Serçela, që ka marrë në dorë dosjen, kërkon arrest me burg. Vrasja e funksionarit publik, vrasje e kundërshtarëve në gjyq mbetur në tentativë dhe armbajtje pa leje janë tre akuzat që prokuroria i ka ngritur ndaj 30-vjeçarit Elvis Shkambi, i cili qelloi për vdekje gjyqtarin Astrid Kalaja dhe plagosi Rakip e Ervis Kurtajn, babe bir. Për xhaxhan e tij, Gjon Shkambi, prokuroria e ka ndryshuar referimin e policisë që akuzonte 56 vjeçarin edhe për vrasjen e gjyqtarit. Organi akuzës për momentin dyshon se Gjoni kishte dieni vetëm planin e nipjet të tij ndaj palës kundërshtare në gjyq. Madje prokuroria thot se Gjon Shkambi ka rolin e nxitësit në tentativën për të vrarë babe bir që jetojnë në pronën e pretenduar prej tij. Grupi hetimor konstaton si sinjal që provon dyshimin e kërcënimit publik që Gjon Shkambi ka bërë në emisione televizive për të vrarë sipas tij ata që i kanë zaptuar godinën Trekaçe në Shkodër. Madje vetë familjarët, sipas prokurorisë, kanë kallëzuar në polici për kanosjen e marrë. Pas vrasjes me togën e gjyqtarit të veshur në sallën e gjyqit të Astrid Kalas, të gjitha hallkat e sistemit të drejtësisë kërkojnë garanci. Gjendja në gjykatat shqiptare është e papranueshme, siguria është në nivelin 0. Gjyqtarët duan siguri që t'japin drejtësi, tha Sokol Sadushi, kreu i gjykatës së lartë gjatë ditës së dieshme. Në 99% të gjykatave nuk plotësohen kushtet e sigurisë. Asnjë gjykatë si plotëson kushtet e sigurisë pasi duhen ndërtuar nga fillimi, ka deklaruar Erion Bani, drejtuesi i GKK-s. Kjo nuk është vrasje e gjyqtarit, por e gjithë sistemit të drejtësisë. Ti dalu i zi kësaj pune, unë takova kolegët tanë gjyqtarë dhe ata janë komplet të lëshuar, të demoralizuar dhe njëra nga ato tha se na kanë nxjerrë në prit, thotë Max Haxhian, kryetari i dhomës së avokatëve. Sot, kryetari i gjykatës së lartë, Sokol Sadushi, ka thirrur një mbledhje urgjente me të gjithë gjyqtarët e Shqipërisë. Mbledhja organizohet pas ngjarjes së rëndë të vrasjes së gjyqtarit në sallën e gjykatës së apelit gjatë kohës që po ushtronte detyrën. Mbledhja do të zhvillohet në ambientet e Këshillit të Lartë gjyqësor. Astrid Kalaja u qellua për vdekje në sallën e gjyqit në apel nga Elvis Shkambi pas ditën e 6 tetorit. Vrasja e tij erdhi për shkak të detyrës që Kalaja ushtronte. Në momentin që gjyqtari Kalaja dha vendimin kundër xhaxhait të Elvis Shkambit, Gjon Shkambi, i cili ishte palë tretë në një proces për pronat, Elvis Shkambi nxori armën dhe e qelloi 3 herë në drejtim të tij. Të plagosur gjithashtu mbetën edhe babe bir, Rakip dhe Elvis Kurtaj, palë kundërshtare me Gjon Shkambin.